Njohjet ndërkombëtare janë një indikator kyç i pozicionit të Kosovës në skenën globale, por në politikën e brendshme, rëndësia e tyre duket se është relativizuar. Njohjet e reja nuk I kemi premtuar në fushat. Njohja nga Siria e riktheu vëmendjen te një realitet I pandryshuar. Shumë vende të botës islame nuk e njohin ende Kosovën. Arsyet janë komplekse, por dilema mbetet e qartë. Apo ndjek Kosova strategjinë e duhur? Është politik ad hoc. Çfarë duhet të bëjë ndryshe për ta shtyrë përpara këtë dosje? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Në skenën globale, Kosova ende kërkon të afirmoj vendin e saj. Edhe pas gati 18 vjetësh pavarësi, shumë shtete të botës islame, por edhe të tjera nuk e njohin. Ndërkohë që diplomacia e saj duket shpesh e fragmentuar dhe e paqartë. Këtë vit, presidentja Vjosa Osmani, e cila mban përgjegjësinë për politikën e jashtme, konfirmoi njohjen e Kosovës nga 3 shtete: Kenia në mars, Sudani në prill dhe Siria në tetor. Hera e fundit kur Kosova kishte siguruar 3 njohje brenda një viti ishte më 2015, nga ishujt Cook, Antigua dhe Barbuda dhe Niue. Gjatë kësaj dekade, deri si vjet, vendi mori vetëm edhe 6 njohje të reja. Qeveria Albin Kurtit, e cila udhëhoqi gjatë 4 vjetëve të fundit, në programin qeverisës për vitet 2021-2025 shkruante se Republika e Kosovës do ta forcojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Kjo vlen si për përpjekjet për njohje dhe marrëdhënie të ndërsjella diplomatike, antarësim në organizata ndërkombëtare, bashkëpunim ekonomik, shkëmbime kulturore, ashtu edhe për të gjithë spektrin e bashkëpunimit bilateral dhe multilateral. E gati në fund të mandatit, në dhjetor të 2024-s, Kurti u përpoqti relativizonte kritikat për mungesën e njohjeve të reja, duke argumentuar se ato nuk ishin pjesë e premtimeve të fushatës. Unë e di që jemi kritikuar pse nuk ka njohje të reja, por duhet ta kuptoni edhe një gjë: as liberalizimin e vizave, as njohjet e reja nuk I kemi premtuar në fushat. Në fushat kemi thënë punësim dhe drejtësi. Pra neve duhet të na matni krahasuar me zotimet tona që kemi dhënë në fushatën e vitit 2021 dhe në programin qeveritar më pastaj. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga Presidenca dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës informacione rreth aktiviteteve të tyre lobuese, prioriteteve dhe mundësive për ndonjë njohje të re, por nuk mori përgjigje. Në webfaqen e MPJD-s figurojnë 120 shtete që njohin Kosovën nga gjithë bota, por bie në sy numri relativisht I ulët I shteteve me shumicë muslimane. Duke pasur parasysh se Kosova vetë është vend me shumicë dërmuese muslimane, pritjet do t'ishin që mbështetja nga këto shtete të ishte më e gjerë. Megjithatë, pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008 e kanë njohur vetëm pak më shumë se gjysma e 57 vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Para njohjeve të Sudanit dhe Sirisë si vjet, vendi I fundit me shumicë muslimane që njohu Kosovën ishte Bangladeshi në vitin 2017. Ish ambasadori I Kosovës në Itali, Albert Prenka, I thotë se identifikimi I fuqishëm I Kosovës si projekti I SHBA-s në një periudhë kur Washingtoni ka pasur marrëdhënie të tensionuara me shumë vende të botës islame, ka rënë shpesh ndesh me interesat rajonale të këtyre shteteve. Sipas tij, faktori fetar nuk ka pasur pothuajse fare pesh. Sa herë kemi paraqitur spaku këtë elementin islamik, tek ne kemi paraqitur si diçka e veçantë, si islam laik, të cilin vendet islame nuk e pranojnë, sepse kanë pra islamin më të thellë në shoqëri, kanë si pjesë të aportyll kurrizore të shoqërisë, që tek ne nuk është, dhe sa herë që jemi paraqitur kësaj, ata nuk na kanë parë si serioz. Hulumtuesi Butrint Berisha, I cili ka doktoruar në marrëdhëniet ndërkombëtare në Universitetin Tartu në Estoni,
thotë se një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe faktori historik. Sipas tij, Serbia ka trashëguar lidhjet e gjera të ish-Jugosllavisë me vendet arabe, afrikane dhe aziatike, të cilat vazhdon të i shfrytëzojë edhe sot për të penguar avancimin e marrëdhënieve të Kosovës me botën islame. Për më tepër, Beogradi ka qenë i angazhuar edhe në një fushat çnjohje të Kosovës që sipas zyrtarëve serb ka sjell disa rezultate. Megjithse ato nuk janë konfirmuar kur nga autoritetet kosovare. Berisha nënvizon gjithashtu se shumë shtete, përveç ndikimit të jashtëm, kanë edhe sfidat e veta që i bëjnë më të kujdesshme ndaj njohjes së Kosovës. Maroku me Saharën Perëndimore mendoj që është ilustruesi më i mirë. Se më thonë, jeni besoj në dijeni me rastin e Saharas Perëndimore, po e quaj një kërkesë e cila është e legjitimuar në OKB, por në terren kemi bëjmë një pushtim nga ana e Marokut, kështu që shtete sikur Maroku, por edhe shtetet e tjera të cilat kanë probleme me kontrollimin e territorit në plotni, mendoj që janë shumë hezituese dhe kjo vlen jo vetëm për botën arabe ose shtetet muslimane, por në nivel global në përgjithësi. Njohja e Kosovës nga Siria erdhi pas ndryshimit të regjimit dhe rritjes së ndikimit të SHBA-s në rajon. Të dy ekspertët vënë në dukje se Kosova duhet të përfitojë nga këto ndryshime globale për të avancuar interesat e saj. Ata sugjerojnë se Libani mund të jetë vendi i radhës me shumicë muslimane për lobim, pasi tani ka një qeveri funksionale dhe është gjithnjë më shumë në fokus të SHBA-s. Po ashtu Azerbajxhani, pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Armeninë, shihet si një objektiv realist për njohje të reja. Radio Evropa e Lirë kontaktoi përmes emailit ministritë e jashtme të dy këtyre vendeve për t'i pyetur nëse po shqyrtojnë mundësinë e njohjes së Kosovës, por nuk mori përgjigje. Ish diplomati Prenkaj thotë se Kosova, sidomos viteve të fundit, nuk ka ndjekur një strategji të qëndrueshme për të shfaqur si aktor i besueshëm në skenën ndërkombëtare. Mungesa e koordinimit mes presidencës, qeverisë dhe MPJD-s, por edhe me aleatët kryesor, SHBA-n, Britaninë e Madhe dhe Turqinë, e ka dobësuar fushatën për njohje të reja sipas tij. Është politik ad hoc. Unë kam thënë edhe më herët që për një periudhë Kosova nuk ka më politikë të jashtme, meqense ishte humbur edhe koordinimi me shtetet mike. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi premtoi njohjen nga 193 shtete, që përkthejnë në të gjitha vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, plus një shtet tjetër. Megjithatë, Kosova mbetet ende larg këtij objektivi. Vendi nuk njihet as nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, si dhe nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian, Greqia, Spanja, Rumania, Slovakia dhe Çiproja. Në aspektin institucional, Kosova ka arritur të antarësohet në organizata si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim e të tjera, por ka dështuar të hyjë në UNESCO, Interpol, Këshill të Evropës, OKB e të tjera. Ekspertët pajtohen se Kosova duhet të ndërtojë një strategji shumë plançe dhe të qëndrueshme për njohje ndërkombëtare. Përveç diplomacisë tradicionale, Berisha rekomandon edhe shfrytëzimin e partneriteteve ekonomike dhe të aktorëve jo shtetëror si OJC dhe celebritët. Unë tentoj ta mbroj argumentin që ka shumë hapësira në shtetet jashtëperëndimore për Kosovën dhe edhe në rastet kur njohja nuk është e mundshme, për t'i avancuar raportet për shembull ekonomike me këto shtete. Natyrisht me botën muslimane, por edhe me shtetet e tjera në Afrikë, në Amerikë Latine, në Azi, sa më shumë partneritete që do të ketë në të ardhmen, do të ketë më shumë mundësi edhe për njerëzit, edhe për bizneset. Si Prenkaj ashtu dhe Berisha thekson se njohjet e reja mbetet thelbësore për Kosovën, pasi tregojnë qëndrueshmërinë e shtetit dhe rolin e tij si faktor stabiliteti në rajon. Berisha pranon se debati mes politikës së jashtme dhe asaj të brendshme është i pashmangshëm, por për të ilustruar peshën që kanë njohjet, ai sjell shembullin e territorit palestinez, i njohur nga më shumë shtete se Kosova, por që vazhdon të jetë i paqëndrueshëm për shkak të konfliktit me Izraelin. Sipas Berishës, edhe në raste të tilla, numri i njohjeve ruan rëndësinë e vet si instrument simbolik dhe diplomatik,
pavarësisht realitetit të komplikuar në terren. Në këtë kuadër, Berisha kujton se edhe vetë procesi shtetformuesi i Kosovës ka qenë historikisht i ndërtuar mbi idenë e njohjeve ndërkombëtare. Mendoj që projekti i shtetit Kosovës, jo vetëm, si me thonë, pavarësia shpallur në shkurt 2008-s, po prej viteve 90 është bazuar në njohjen ndërkombëtare. Pra është diçka të cilën Kosova e ka kërkuar prej viteve 90 dhe nuk ka, si me thonë, arsye, si me thonë, të ketë një ndryshim në qasje ose në mendim. Në një botë ku aleancat ndryshojnë me shpejtësi dhe konkurenca diplomatike është në rritje, ekspertët theksojnë se qeveria e re e Kosovës do të duhet të ndërtojë një strategji të koordinuar me aleatët, duke pasur gjithashtu aftësinë të adaptohet dhe të veprojë shpejt sa herë që hapen mundësi të reja, siç ishte rasti me Sirinë pas ndërrimit të regjimit. Në diplomaci, koha ka po aq rëndësi sa vizioni. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.